Ekskluzive zbulohet arsye e ndarjes së Francesca Muratit, donte famë, burri nuk ja doli dot. Francesca dhe bashorti i saj po kalojnë një krizë serioze në marrëdhënien e tyre. Sipas burimeve të VIP magazinës së pari, u çifti prej kohësh nuk jeton më bashkë, megjithatë zyrtarisht nuk ka një ndarje ligjore midis tyre. Ata janë edhe prindër të një djali me emrin Charlie, ndërsa shkaqet e krizës janë bërë të ditura nga burime pranë çiftit. Por çfarë ndodhi? Fillimisht ishte Francesca që doli në një Ask Me a Questions, duke thënë se është e ngarkuar të kësa fandërt e tjera, po kaloi një periudhë të vështirë, nuk është diçka që unë e kam diskutuar haptazi, e dinë vetëm njerëzit e mi të afërt, dhe ata që dua më kanë ndenjur afër dhe më kanë dhënë shumë dashuri, jam shumë e ngarkuar, po mundohem ta kaloj, ta përballoj. Jeta pas ka qenë shumë e vështirë, çdo gjë ndodh për një arsye. Në një moment të dytë do flas hapur të tregoj gjithçka që po ndodh në jetën time. Po ashtu u vure se në profilin e saj mungojnë fotot me bashortin Ergys Muratin, me të cilin kanë edhe një djalë, teksa ndër të tjera Francesca shpreh se momentalisht ishte duke kërkuar për një shtëpi me qira në Tiranë pas nuk don t'i bëhet barr prindërve, teksa përforconte aludimet se dyshja janë ndarë e madje kanë filluar që të jetojnë ndarazi. E sipas burimeve të afërta nga të çiftit thonë se Francesca është ndarë pasi kishin ambicie që shkonin për te jetës së qetë që po bënin dyshja në Angli, teksa thuhej nga burimet, Francesca donte famë dhe luks, nuk ishte gati të sakrifikonte ëndrat për një jetë të thjesht familjare në Angli, thuhej në rrjedhat të afërta me çiftin. Modeli është përfolur edhe në Big Brother VIP për fustanet e saj të shtrenjta si dhe për jetën luksoze që bënte. E sa për ta shtuar edhe pas daljes nga Big Brother VIP, po ashtu ajo u përfol gjatë gjithë verës pas mbarimit të Big Brother për pushimet dhe jetën ekstravagante që bënte. Megjithatë, jeta ekonomike në çift ka qenë më e komplikuar për çiftin e njohur.